Ky hadith e tregon natyrën e jetës tonë. Edhe në mejdanin e fesë, edhe në mejdanin e dynjas. Me sabah i mbështetesh Allahut dhe nis me ecë. Duke lutur Allahun që t'jepe elan, energji dhe vullnet e angazhim. Se a ki pas të trit, valla sot hiç bes diçka, hiç s'po kam merak me vë punë. Pse djetë ja punove? Këtë java, këtë mujë shkojrat, valla sot diçka avaja mjegëll, këtë shi, hiç s'ka në atmosferë punës. Po ti kur ja ki nis me punu? Kur ja nise me punu? Qohët sabah fëmija me shku në shkollë, sot hiç më shkoj ka në shkollë. Pse djatë më shkoj ka? Po ti as dje, as sot, as nese nuk shkollë. Si ka mundësi ti, ai fëmi, e ti, e ai tjetri, me janë ndryshu vetës halin, kur ajnë sabah, kur qohët s'ka vullnet, kur gjo me bo. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson neve që mas sabahit Allahumme inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, o Zot rujem nga paaftësia dhe dembelia, se s'ka hajër për këtime gjanave. S'ka hajër, duhesh me lëviz, me punu. Me bo sebebin, me bo hapin, me unis bismillah, me dalë për shpije, me merak, me gzim, me qef. E dini kur ka me ndryshu gjendja jonë o vlazën. Atere kur buri qotë, si ta një ezani sabat, Allahu Ekber, edhe më njëre i kesh shpirti, i kesh ftyra, këtë gzim, shkon me marë abdes, bismillah, Allahu Ekber, elhamdulillah, e ndëgjova ezanin, Allahu Ekber, madhnimin e Allahut, u qova, me marë abdes edhe me shku në gjami, me farë sabahit. Atëre kur gruja, ku të një e zani sabahut, me qef, me gzim, ka mu qu Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, u qum me të mirat Zotit, me farë sabahit. Atëre kur fëmijët e tonë, do të qonë me bismillah, me farë sabahit, ata që e mbylyk, e pastaj me bismillah, me shku kejt qef në shkollë. Ja nisi fëmijët e tonë të kajt me shku në shkollë, vazhdojnë të kajt me shku në shkollë, tamam e sos filorën, edhe mon nuk shkon në shkollë. Mës me konë të ashtëna këtu në mesme obligative, nuk shkon në shkollë. Pse, po ja ka nisë të kajtaj, pa qef, pa dëshirë. Normal, aje që ja nisë shkollimin pa qef, pa dëshirë, aje s'ka me vazhdu. Kush i ka fajtë është tem tjetër. Edhe e 45 kur burat qohën me bismillah, me qef, me vullnet, me energji pozitive, me shku në punë. Këtë qef, këtë merak, këtë dëshirë, këtë pasion, këtë energji, me shku në punë. Dikush ka më dhe në hoqë, po ku be me shku në punë, be, kërsh s'pë hecë kur qonë. O ti shko me vullnet, shko me energji, bënja sebepin. S'ka kaderi Zotit është ajo paset. Ti shko me qef, me merak. Shko me gzim, pse ta ka mundësu Allahu me djesën tonë, me fitu riskun tanë. E s'ka bo Allahu në vetar me asë gjatë dorën dikujt, e munën shmu. Të na sot rinia, edhe do pak ma të vjetër, ma janë razi me jetu me penzit babës edhe të nonës, e me të lip me se sa me shku me punu. Ore të njëra, jetin veti, kjo është nënçmim për ty, kjo është ofendim për ty, kjo të hub burnin, të hub njerëzin, lips me kom, për nuk është kjo punë e mirë. Nuk është gjanë për të lavdru, kjo është e turpshme. E ti dhalla, alhamdulillah, penzia e babës. Turp është kjo. Veç pi burnis, veç pi njerëzis, nuk du është një menet pa punë. Lere që edhe feja normalisht kërkon që sabah herët a lipish bereqetin edhe riskon. Andë kur fillojmë nga që këto gjona t'i bëjmë me vullnet qënë sabah, e me dëshirë, e me padurim, e me qef, e me gzim, e me ftyrit buzqeshën, atër kam më ndryshu gjendja jonë. Ama deri se na shkollë shkojmë të kajtë, punë shkojmë këtë mërzia, në gjami, a shkojmë a nuk shkojmë se s'na qënë kukush me zërë, s'ka mund si më ndryshu gjendja jonë. Shion e be jetën, o vlazëri, dhe djenë të ri kanë vdek, të konë në gjallë. Kejtë ka vdek, me ndjenja, me emocione,
me vullnet, me energji, trupi ju ka të dopsu. As muskës s'ka mbilëm. Si femna e mbo. Pse se zvonë kur që ha veçrin. Normalisht, edhe ata që pinë cigare plus, edhe cigarja i helmon, shërë mbi shërë. Kuptojbe jetën me gjallëri, me energji pozitive, jetoj e knaqu njetë, knaqu, po normalisht bën punë, që kanë mjugëzua se punë e fmit e tu, familja jote, rrethi jote, le t'i përjetojnë ata suksese edhe tjera që janë për teje. Dhe pra që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu e njësë këtë duan, që Allahumme inni a'udhu bike min al-azzi wal kasal wal jubni wal bukhl. O Zot, kërkoj strehim të ti nga paaftësia dhe dembelia, domethënë që mos kem pengesa subjektive nga vetë mbrëmësia jonë. Kemi energji e lanë vullnet për jetë. Pastaj, o Zot, na ruaj nga koprasia edhe frika, që janë këto probleme që na pengojnë në udhëtimin tonë, tash kena me dalë na me lëviz. Ama nëse s'kam guxim u ballafaqu me rreziqet, nalna. Edhe këta që merren me tregtia e din, pa rreziku, s'ka dhe fitim. Dush me rreziku për me fitu. Po edhe çka, edhe nëse nuk investon, nuk jep, s'mundesh ti pastaj me nxjerr parët tuaja, me nxjerr fitimet e tuaja.